Veç 1 kilometër e gjatë, por nuk po asfaltohet gati se 1 vit. Rruga 14 në fshatin Haraqin është në fazën e vendosjes së trotuarve, ndërsa për asfaltimin varet se si do të mbajë moti në dhjetor. Qytetarët thonë se kjo u vonua më shumë edhe shkaku i kanalizimit, por që pluhuri verës e balta dimrit është bërë i padurueshëm. E për shkak të gropave, qytetarët ankohen se po i prishin veturat. Në rrugën tonë, presmi dikundi nga pranvera, po që se na premton koha. Tasha nuk do bëhet para vitit 3 si po nuk besoj, tash shumë punë janë nisë, po nuk besoj se mund bëhet. Nuk besoj. Me shpresë. Shpresa gjithmonë e fundit vdes. A ju bën telashe gjatë jetës për Po sa të dush, sa të dush. Plot. Telashe, kemi në kerre dome, kemi në pekamsot, kemi në të gjitha ma. S'na ka si shvaj. Problemet që ka që e gjinjën në konë së në hejtim, ka ma së një po ka që është i të rasti. Këtë dini edhe vetë se qish. Nëse në kerët për gjithë dhe shkojnë, si javojnë në të pleshtë për pare që e thëshin për dhe shkojnë në spital. E në këto për dhe të limi që të mi në rejqë. Tash po momentin o të punu, a marë shumë ka dale janë të shkit. Dhe kjo ka pas lip me konë paza, e më nuk ka, po ne janë të dasht me punu ma shkurt. Tha shkajnë ishtu matë. Tha po sa herë beni të matë, tha deherë matëmi, njëherë në dreqëmi, shtë thega dhe shega. Tha po majmi mirë, tha që si të maja vaja, tha mirë, tha që të dita, tha krijet. Ishti, po më në kanë loma që 1 vjetë. Na miti pluni verës, që na miti dhoqi. Përfaqësuesit e kompanisë zbatuese të projektit thonë se asfaltimi i kësaj rruge do të bëhet para vitit të ri. Inxhinieri gjeodezis tha se po punohet me intensitet të lartë. Deri tash na të punu sipas dinamikës parapam që e kena në bazë projektit edhe planit. Janë të zhvilluar punimet me një intensitet të lartë, kështu që shpresojmë që shumë shpejt do t'i përfundojmë gjitha punimet të cilat janë të parapara në këtë rrugë. Sa metra është e gjatë rruga dhe sa e gjerë? Rruga ka 1 kilometër e 28 metra, kurse e gjerë është 5 metra është parapam në bazë të projektit. Sigurisht dhe ashtu do të realizohet. Trashësia sa do jetë asfalt? Trashësia asfaltit është dikun 7 cm. Nga komuna thanë se me ndërimin e kryesisë është rishikuar projekti dhe janë konstatuar disa parregullsi. Kryetari Daud Beqiri tha se kompania kishte shtruar vetëm gjysmën e zhavorit nga ajo që parashikohej në kontratë, andaj punimet kanë qenë ndërprerë për 1 javë derisa janë marrë vesh. Rruga 14 ka filluar të punohet rekonstruimi i saj dikon 10 ditë para zgjedhjeve. Ne pasi e morëm mandatin, 1 javë pas mandatit, me mbikëqyrësin e komunës, me sektorit urbanizmit, dolëm në teren dhe inspektuam rrugën numër 14 dhe aty vërejtëm disa parregullsi ku e shqirtuam marrëveshjen dhe pam se te rruga 14 janë parapa të hidhen 1500 kubik tampon. Kur e bënëm në përllogaritjen tonë gjatësi, gjerësi dhe thellësi, e vërejtëm se aty te rruga 14 ka pasur tampon dikun 600 e diçka kubik, ku mungojshin mbi 800 kubik tampon. Dhe aty janë ndërpretën punën. Sipas autoriteteve, këto vonesa të rrugës janë bërë nga që paraprakisht është vendosur sistemi kanalizimit të ujrave fekal dhe sistemi kanalizimit atmosferik. Vetëm projekti i shtrimit të asfaltit dhe një rësan të trotuarit ka kushtuar rreth 153.000 euro, para të cilat do të paguhen në 3 faza.